Në mënyrë absolute. Pra, ti që ke besu Zotin Xhelel, çdo gjë e ke amanet, por amanet ke edhe jetimin. Statusi i jetimit do të thotë, pra sikur e përmendëm, që nuk e ka babajin. Mund të jetë shumë i afërt i jotin, deri i vllajt tat. Ai fëmia, pra vllai nuk jeton për arsye apo për tjetër, ajo bashkëshorti e ka ngele veme, me 2-3 kalamaj, në moshë të vogël, të i e përgjegjësi atyre. Me u kujdes për ato. Shpërblimi që ka caktuar Zoti Xhelel është shumë i madh. Na vjen një hadith në librin e Buhariut, nëse s'gabohem, edhe thot, ai i cili kujdeset thot për atë non në jetimin, edhe për ajo të jetimet, konsiderohet sikur ka dalë luftë me mbrojt jetat, pasurit, gratë, nerin e muslimanëve. Sa të vazhdoj duke u kujdes për ato jetim, edhe për atë vejush, është një lloj thot si me qenë aty në ballë të luftës. Dhe jo vetëm kaq, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po konsiderohet sikur po falet gjithë natën, gjithë jetën, namaz natë, dhe jo vetëm kaq thot, por konsiderohet sikur po agjeron gjithë jetën nafile. Se me të vërtet kanë nevojë. Na tregon një rast që ka dalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një ditë bajrami. Edhe i pa ato fëmijë që po luajshin, edhe po u kënaqshin. Një fëmijë e pa që ishte veç fëmijëve të tjerë. Ju afro me atë buzëqeshjen që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me i zot botë. Ata që e kanë një gjuhë dhe që kanë folë për zonën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot, nuk e bezdiste ata që ishte afër kur fliste në hutbet, dhe në gjonda edhe ai që është larg. Allahu na fal, shife. Kush e gjen mes këtyre dyjave? Edhe ky afër mos mërzitet, edhe ai larg të kënaqet, ta ngjoj. Si e ke hallin, thot, nuk e kam, thot, as babajin, as nanën. S'ka pas njëri thot që të mblej i palë sandala i veshin zakonisht ato, edhe i pëlhur të barë, si që i përdorin zakonisht vendet e nxehta, asisen. Edhe ushqim, thot, për këtë ditë bajrami nuk kam. E merr pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe i thot, a do të vesh, thot, që Fatimia të jetë nëna jote? Domthon, bija pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E mori, e gëzoi, i bleu disa sende, u kënaq. Edhe i thonë shokët, hajde ja Rasulullah, të vazhdojmë të rrugën ka ishim njës. Thot, nuk largohem, pa e pa, thot, këtë fëmijë duke bosjash. Me të vërtet, gjendja e jetimit, ne mund të ne tregojmë më mirë, vetëm ai që është rreth jetim. Keni parasysh, s'ka kushta për gdheli. S'ka. Pas një mundësi. S'ka kusht i afrohet afër. Keni parasysh, nonat bëjnë shumë për jetim, edhe ato që i rresin jetimet, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur na tregon një rast një hadith, tha, do të jemi pare, tha që do të hynë derë xhenetit. Unë, do të hapi pare. Kur shoh mas meje një gru, thot. Kthehem dhe shoh, po ti, si ka mundsi, çfarë vepër ke punuar ti në dynja që je mas me? Ajo i thot, unë i kam rrit fëmijët jetim në mënyrë të ndershme. Ju kam net besnik atyre fëmijëve në mënyrë të ndershme. Edhe kjo bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam rradh, duke hyrë në xhenetin e lartë. Pra, kur e përmend Allahu afër me adhurimin, kujdesin për fëmijët, kështu që për ne janë amanet i madh, i rëndësishëm, i rënd për të kryer. Ata vende i moshë që nuk e kanë kap veten e vetë, la. Ajo rregullori e Islamit thotë mos ja u dorëzoni pasuritë. Nëse shikoni ato nuk e kanë kap veten. Pra nëse i ke të afërt ato duke shtëpia, pret pak të rretën, shifi mendjen, a mund të hecin me këmbë të veta? Mund të drejtojnë,
atëherë dorëzoje. Por mos i ti je i bindur. A mund t'i martojsh ato jetimët? A mund t'ju sigurosh ushqim atyre jetimëve? Dhe a ke menduar ndonjëherë për këtë çështje që të paktën ai i cili ka disa mundësi ta mbajë një familje jetimësh? Sepse po t'i bëjë llogari se cili prej vetës vetë ka jo pak për 2-3 familje me jetim. Me ndihmu dhe me i majt ato. A dini si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të kemi një shok në xhenet. Cili është ja Rasulullah? I thanë sahabët, unë thot, zbashku me kujdestarin e jetimin, do t'imi bashkë në xhenet, thot si që këto dy gishta. Unë dhe me ato që ndihmon jetimin, do t'imi bashkë si këto dy gishta. Amanet e kemi ne.